zonim dhe disa, si me thënë, tipo kur dy njerëz bashkojnë që formohet ajo çifti Briteo, për shembull, ë? Juve Selin dhe Gimbo si e keni atë tuajën? Selimbo? Selimbo, yes. Selimbo. Ka dal një tjetër. Është interesante shumë. Është një bromance. Mambo quhet, shoh. Unë më të. Faktikisht para se më i brenda për jashtë më ka dukë që s'ko më pos me këto kontakt, kështu të shoqëror, hiç kom menuar që si të vi kom përlau me të keq. Po tani kur mi brenda këtu, po vre që nuk po më ofendon, ne kom vre që nuk po musliman, edhe ne kom vendos me vepru njëri ndaj tij. Edhe shma thonë, në gjasoj në këgja shumë kështu si ti, pa, abdim? Se vitë ti ke shpejt, përse në ndan. Laje, kërë si rosa, sa bukur që kërë se goza. Ure, si ka këta në duket? Fike? Mato. O, që ka Gimbo mërte. Dalë nga dalë, nga ka bashku muhabeti, pozitiviteti. Edhe me Gimbo kam i shoqëri shumë mirë. O Mateo, përmin, s'ka birë në ume që të afrojë për kene të jasë të Gimbo. S'ka birë në ume, s'ka. E vlerësoj si djalë, si karakter, shumë djalë i mirë, pozitiv. Më i traftare, që zemë më vra. Shu bëhe ke krevati. Nuk jam qëndës për ty, po për kohë që me mu e mdate. Shu bëhe ke krevati, u qëtëria. Gimbo ti duke kërritë, ju duke kërritë Gimbo? Ore! është djalë pozitiv, që tje pozitivitet gjatë gjithë kohës. Se vlerësoj shumë si djallë edhe për me dhe për ato limë shpia që e ka, se qashtu është. Mateo, të duha. Ka pinone që ju juve, veç për pare të shërë suksese. Mambo! Ajde të kape e napsin! Hej Mambo, kej të nati rinë, el qapo. Come to go, Arjit. Between my arms. të leju vë. Alea pa unë pusë. E dje me intimitet. E gjivë shaka gjatë me. Aj. Për ma pos mune bura du të më mësu më letë në gratë. Allah, pa. Për shtatëm shpesh herë në mendime, apo du të qysh. Edhe me të më shkon muhabeti se nuk kom ofendon, kor, nuk kom uj, kor. Se po të guximin të ma thëjë në sy, e kuptova në fund se vleja për ty. Ka bë mirë të shikte? A e të bëndë dhe i gjotë bukur mërim të më thënë. Që ju zgjove nga krevati, aty të fillej loja. Ti thuje Selinit, to sa shumë të doja. Vazhdoni të rrugtim ju bashkë çdo ditë, të lutem Selin, rriti mos ik. I kena menimet e njëjta për të banur këtë dhe kur t'ja nisim i komentuar na i pakëm të kish. Veç kur një ditë në një prarë të folur shumë, vjen Gimbo dhe u mora fut. Është i drejt për drejt. Nuk fut hundët aty ku nuk i takon. Qofse ta jep i koment, ta jep për të mirë. Të dira Vodafonin nisë. Po, këtu jemi bashkë për të luftuar armiku dhe për të luftuar të keqen, kjo është pozitiviteti kundër negativitetit. Shqipë se
Hajde se ti je një mastrues vetë, pac. Klip ma të bukur nuk mund ta boshit, na keni shkruar duke qenë. Na keni bët shohim ca pamje që se dia do i shive ndonjëherë. Mateo, prit se mos këtina vjen klipi Bumba i Rodhës. Jo, s'ka kaq. O Levion, klipin e bukur duhet ta kesh me Briketën, ore, jo me Gimbo. Flashin nga xhelozia, prap xheloze. Rria ti më i venin dash. O Levion, faleminderit për klipin. Ishte shumë i bukur, mua dhe Gimbo na bashkon energjia pozitive, gallatat, batutat, mendimet e njëjta. Kam bë edhe ca imitime të Gimbos aty ke thoma rrethimit, po s'ja thon. Ke problem me Selin o shoku jam. Brikena? Atëherë Ledion, unë i kam po që gjithmonë kanë nejtë bashkë dhe kanë një raport shumë të mirë, Gimbon e vlerësoj shumë si djalë, shumë djalë i mirë, edhe Mateo normali bashkë kishte shumë një mitësi shumë të mirë dhe reale. Çu i doni burrat ju, për me dalë video, e me dalë ju në finale gratë. Jeni top ju kështu, jeni perfekt me, ju rëjtë zoti, ju të dyja ju kam deklaruar, të dyja po i futnin gjumë shkret. O Roger, po na lër mo të shihojmë. Sa ka tjetër shoqëri me mirë për ne përzihet. Tani nuk është faji Mateos dhe Gimbos që kur hyn të dy në vas ka vend për dy. I than mirë. Prandaj them. Po, na tha mali edhe ne u punë. Selin, Po, shumë klip i bukur, është ndjerë energjia mes çunave më përpara. Interesant është se përpara asaj ditës Big Love, kam qenë ajo që këndoja gjithë ditën hey Mambo, Mambo italiano. Kur pastaj doli te Big Love që çunave ishin bërë një hashtag Mambo. Shumë bukur, uroj që të jetë një kurioz jam Selin, si e mendon ti nëse mes teje dhe Brikenës gjërat nuk shkonin më si më përpara. Mendon se Mambo do i rezistonin të respektosh partnerin tënd është një gjë, pastaj mos harrojmë faktin që këtu jemi në lojë, çunat janë të paktën Gimbo, se unë nuk flas dot për Mateo. Është i lirë të qëndroj dhe pra ti nuk do e kishe problem, le të themi. S'do ta kisha problem, po mendoj që është pak personale gjykimi i situatës. Domethënë nëse situata duhet gjykuar korrekt edhe duhet mbajtur qëndrim në të kundërt. Pra kur të vi le ta shohim, nëse do të vi, po themi. Po. Okej, e kuptova. Mirë, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Dhe vetëm pas pak jemi gati për nominimet. E di që është vënë, po duhet na prisni. Në fund nesër pushime keni, e shtunër sot, kështu që shijojeni deri në fund. Themi pas pak.